Ditët me diell kanë mbaruar. Tashmë vendi do të përfshihet nga rreshjet e shiut. Sinoptikania Lajda Porja, gjatë intervistës në Ora News, tha se java është e ndarë në 2 pjesë. Deri ditën e mërkurë, do të jetë në ndikimin e masave të ftohta dhe të lagështa, ndërsa në fundjavë temperaturat të rriten. Kemi të ndarë javën në 2 pjesë. Pjesa e parë e javës e ftohtë e lagësht si dimër, pjesa e dytë e javës e ngrohtë e lagësht, por që nuk ndjehet ftohtë, duke qenë se termometri do jetë në vlera të larta. Temperaturat maksimale do të shënojnë vlerën 16 gradë Celsius, ndërsa ato minimale do të shënojnë vlerën -2 gradë Celsius. Se flasim për temperatura, duke qenë se kemi patur një javë të ftohtë, një javë të ngrohtë, mendoj që do të mbyllet me temperatura shumë pranë vlerave të tij normale. Presim kemi dhe muajin shkurt, i cili paraprakisht ne jemi në punimet e parashikimit të shkurtit, por do të jetë më i ngrohtë. Në det, valëzimi do të jetë i forcës 2 deri në 3 ball. Dita e nesërme që do ketë që në orët e para të mëngjesit, vërësira do jenë mjaft të dukshme, parashikohet që të kemi edhe një shtim të lagështirës në ajër, termometri zbret me 2 gradë, duke bërë që në zonat malore të jemi edhe -5 apo -6 gradë, i ftohti do të jetë pak më shumë për shkak të lagështirës që do shtohet gradualisht. Ndërsa janari do të mbyllet me temperatura tipike të dimrit, muaji shkurt do të jetë më i qëndrueshëm, me mot më të kthjellët.